Një ditë pas mega operacionit Ura në portin e Vlorës po merren masa dhe kontrolle të imtësishme. Pas aksionit antimafjas italiane në bashkëpunim me SPAK, rezultoi se nëpërmjet portit të Vlorës dhe atij të Durrësit kishte kalime të vlerave monetare të palishme nëpërmjet shoqërive të transportit. Në të paktën 40 raste nga viti 2020 deri në 2025, mafja shqiptare ka bashkëpunuar me atë italiane për të trafikuar tonelata të tëra kokainë dhe heroin, dhe epiqendra e aktivitetit kriminal ka qenë pikërisht Durrësi, ndërsa operacioni ushtri edhe në Vlorë, Fier e Tiranë. Në konferencën për mediat që prokurorët italian së bashku me ata të SPAK mbajtën një ditë më parë, u bë me dije se ishte goditur një prej organizatave më të fuqishme kriminale në Durrës, si dhe 2 grupe të tjera me qendër në barit e Italisë. GKK dhe gjykata e Barit konfirmuan 52 masa sigurie, 49 prej të cilave arrest në burg, ndërkohë që vijojnë kërkimet për të gjitha ata persona ndaj të cilëve nuk është ekzekutuar ende masa e sigurisë. Po ashtu janë sekuestruar disa shoqëri tregtare, ndërsa dokumentimi i aktivitetit kriminal të tyre është provuar edhe nga komunikimet në Sky ECC. Nga operacioni janë bllokuar 11.5 milion euro dhe asete të tjera.